أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ham falënderimet dhe lavdrimet I takojmë vetëm Allahu xhaleshanuhu, atë falenderojmë, falje, ndihmë, rahmet, bereqet prej tij kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona qofshin mbi të dërguarin e tij të pastër, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ngushtë, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e Allahu xhaleshanuhu deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra. Në fillim me lejoni që ju përshëndes me përshëndetjen e grotë islame. Selamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mëshira e Allahu xhaleshanuhu qof mbi ju dhe familjarët e juaj. Të nderuar ndjekës nëpërmjet kanaleve televizive. Allahu I madhrishëm në surën Ali Imran, në ajetin e 18, na thot neve kështu: Allahu dëshmon e po ashtu edhe engjëjt dhe njerëzit e dijes, se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Tij, duke mbajtur drejtësi. S'ka Zot tjetër përveç Atij të plotfuqishmit dhe të urtit. Ebu Hurajra e pyeti Resulullahin sallallahu alaihi wasallam se në ditën e kiametit, në ditën e gjykimit, me shefaatin tënd, kush do të jesë më I lumtur ja Resulullah? Në ditën e kiametit, njeriu më I lumtur me shefaatin tim do të jetë ai që nga zemra e tij ka patur një jetë të pastër, që nga zemra ka thënë dhe nga shpirti I tij e ka shpreh fjalën më të bukur: La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. Nuk ka të besuar Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij. Ai që e ka thënë këtë fjalë me sinqeritet të plotë do të hi në xhenet, tha Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Për të kuptuar rëndësinë më të madhe të kësaj fjale, do ta tregojmë një rast të tregojmë edhe një rast të një sahabiu, të Dehjetul Kelbit, që Dehjetul Kelbi kur e pranoi Islamin, ishte një rast që historia islame e përshkruan si një rast madhështor. Resulullahi alayhi salatu wasalam bëri dua që Dehjetul Kelbi të pranoj Islamin. Dhe në namaz të sabahut vjen Xhibrili alayhi salatu wasalam dhe I thot: Ja Muhammed, Allahu I madhrishëm e ka pranuar duan tënde që Dehjetul Kelbi të pranoj Islamin. Sepse Dehjetul Kelbi ishte një lider në një fis të Arabisë Saudite dhe kishte 700 persona të cilët e ndjekshin atë. Me pranimin e fesë islame nga ana e Dehjetul Kelbit, edhe shumë njerëz arrin që nga zemra e tyre dhe nga shpirti I tyre të shprehin fjalën madhështore La ilaha illallah dhe të shpëtojnë në këtë botë, po ashtu edhe në ahiret. Kur Xhibrili alayhi salatu wasalam I erdhi pejgamberit dhe I tha që Allahu ta ka pranuar duan dhe Dehjetul Kelbi do të hi në mesxhidin tënd dhe ta pranoj Islamin, Resulullah alayhi salatu wasalam e pritte me një zemër të gëzuar ardhin e Dehjetul Kelbit. Në përfundimin e fjalëve të Xhibrilit alayhi salatu wasalam, nga dera e xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hyri Dehjetul Kelbi, modestinë që e pati Resulullahi alayhi salatu wasalam në jetën e tij të përgjithshme. E hoqi xhibën e tij dhe e vendosi pranë mihrabit që të ulet Dehjetul Kelbi. Kur e pa Dehjetul Kelbi modestinë Resulullahit alayhi salatu wasalam, ai e mori xhibën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e puthi dhe ja hodhi krave të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe I tha: Ja Muhammed, ma trego dhe më mëso Islamin. Tha: përpara se të ta tregoj Islamin dhe të ta mësoj Islamin, tha, ka një kush, një shart që është çelësi I Islamit, çelësi I fesë, çelësi I xhenetit dhe drita e varrit. Sa kush është ajo o Dehje? Kush është ajo? Tha: Ja Resulullah, o pejgamberi I Zotit, tha, është fjala La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. Dehjetul Kelbi e tha nga zemra fjalën La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah, që nuk ka të besuar kush tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij, dhe kaploi një mërzi në fytyrën e tij. Resulullah sallallahu alaihi wasallam tha: O Dehje, çka është kjo mërzi? Çka jon këta lot nga sytë tu? A mos vallë unë ndjeve
pishman për atë çka e pranove? Sa jo, ja Resulullah. E kam sa një mëkat të madh, po frikohem ta tregoj. Sa po lutë Zotin që në qoftë se kjo më kushton mua me jetë, jam i gatshëm që ta jap. Në qoftë se Allahu Teala më obligon që gjithë pasurinë time ta jap në sadaka, përsëri jam i gatshëm që ta jap, veç Allahut ma fal këtë mëkat. Sa çka ke bërë, çfarë mëkati ke kryer o dehje, sa ja Resulullah, përpara se me ardh drita e njerëzimit islami, përpara se me u kuptuar rëndësia e familjes, rëndësia e gruas, rëndësia e vladit vajzës, sa unë me duart e mia 7 vajza i kam mbitur dhe i kam varrosur, do shta edhe të gjalla. Për shkak se nuk kam pasur qef që të kem vajza, ishte koha e padijes ku në atë kohë në Arabinë Saudite varroseshin vajzat të gjalla. Resulullah a.s. që drita që e largoi këtë të keqe në mesin e atij populli. Por kur e ndëgjoi këtë nga Dehjetul Kelbi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam met i habitur. Por Allahu i Madhërisëm, a e le pejgamberin e vet të habitur dhe të mendoj për të gjetur një zgjidhje? Jo kur. Edhe ai person i cili jetën e tij e jeton me Allahun, me ajetet e Allahut, me hadithet e Resulit alayhis salam, patjetër që në çdo breng që ai e posedon, do të ketë zgjidhje nga ana e Madhërismit Allah. Dhe vjen Xhibrili sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Ja Muhammed, Allahu xhelleshanuhu ja fali 60 vite shirk dehjes, po për hir të fjalës la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah, ai ja fali edhe gjunahin ndaj vajzave të veta që ai e bëri." Kur e ndëgjoj këtë mëshirë të Allahut Azza wa Jall Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "I madhërisëm je o Zot, sapse një herë Dehjetul Kelbi nga thellësia e zemrës e tha fjalën la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, ti tha ja fale 60 vite shirk, por edhe gjunahin të cilën ai e kishte kryer me vajzat e veta. A thua vallë, çfarë mëshire, çfarë rahmeti ti do të lëshosh mbi ata njerëz të cilët e kanë thënë këtë fjalë, e kanë jetuar me këtë fjalë, kanë vepruar me këtë fjalë, se çfarë mëshire do të posedosh në ditën e ahiretit, ditën e gjykimit me ummetin tim." Xhibrili alayhi salatu wassalam i thot Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam: "Sot nuk ka zbritur fjalë më madhështore i madhërishmi Allah në tokë se sa fjala la ilahe illallah. Dije këtë o Muhammed se malet, toka, qiejt, detnat, lumejt, oqeanët, guri dhe druri qëndron mbi fjalën la ilahe illallah. Ki kujdes ja Muhammed dhe ummeti yt kese kujdes me këtë fjalë, sepse kjo fjalë është fjala e sinqeritetit. Kjo fjalë është fjala e Islamit. Kjo fjalë është fjala e devotshmërisë, është fjala e shpëtimit. Kjo fjalë është ajo fjalë që robin e lidh me të madhërishmin Allah. Pra është fjalë e madhe, sikurse kjo fjalë të vendoset në peshore, në syrin e gjathë të peshorës, dhe bota me brendësitë e saja dhe qielli me brendësitë e tij të vendoset në anën e majtë të peshorës, fjala la ilahe illallah do të rëndoj më shumë. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, në atë muaj ku era e gojës së agjëruesit tek Allahu Teala është më e mirë dhe më e bukur se era e miskut dhe parfumit. Pra nga gjuha e jonë, nga goja e jonë, me agjerimet tona, të shtojmë në dhikrin dhe përmendjen e Allahut me fjalën la ilahe illallah, me subhanallah, me la haule wa la quwwata illa billah dhe me fjalën astaghfirullah el-azim, astaghfirullah el-azim, astaghfirullah el-azim. Jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit,
Kur Resulullah sallallahu alaihi wasallam shtoi dhe tha, kur besimtari në momentet e iftarit i lutet Allahut të Madhrishëm, mes ti dhe Allahut nuk ka asnjë perde të vetme. Andaj të lutim Allahun xhaleshanu që të na mëshiron, të lutim Allahun xhaleshanu që të na begaton, të lutim Allahun xhaleshanu që fëmijët tonë të na imbron dhe asnjë shtëpi pa zot të fëmijëve të mos na lën. Lutim Allahun xhaleshanu ve xhelaluhu që urën e siratit me lehtësim ta kalojmë dhe në Xhennetul Firdaus me Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam bashk për të qëndruar me shahidat, me sinqertit dhe me pejgamberët nasib të na bën. Walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.